Po që shene brajni mira, që shtë lutë për bajrama, për hajrë këvë bajrami në e më tënde. E inshallah ke shqiptore këtë do qenë. Faleminderit për hajrë edhe ty më i kule. Inshallah prit një dhe shumë tjera. Inshallah për hajrë. E me gzime, jo si korune, me nervoza, me ke lëra, na e mo që të më ka orë. Për bajra me nervoza. Mërja njëre ama jo. Të dete. Këtu rokot mërë, qka u bë tepër, u bë tepër. Se? Pa lebe, por zdotin, të më ngucë, gjithë e më ngucë. Po di kur u bë bëllë. E qa u bë? Qëre qa, pi thëmë. Ta është të njëri, ta është që kjo maqina e lomis, ta është diqka u prish, se kejtë teshat po mi zvëglën. Po. A di qa tha? Je tha maqina, tha po punën shkëmir, tha po frigoriferi, tha po ti zvëglën. Për një brehi që tina që të jënë bura të flok të rokot, pa di qa bo një ke jemi, e qa më tha? Tha shë i zamëra, po shkojna dikon për vikendun e tje, po të knoqën, si si na konë ma ti? Po mëre tha, miro pafshim të hanën. Ne jënë rokot. Se unë i kësha bë një dëqtesha, që të në midis sëbe që atë, e i palo isha të minja, të pëtet. Kraj po henë edhe po më këshyrë dhe me këqakja. Ta shumë të i bu gati që të tesha, mi që unë ka tënë të do kusherit, me thashtë se në të hekë për buk. A ju nalë po më këshyrë, edhe i ki pak si të dera që atë jadet, po të ta po një rafshin, tha ta man teshat e tua, nuk ka kanë bashtu hekë për buk. Ja, me hërakot. Hërakot dhe? Ja, për qa me bukot. Që? E, zëtë, zëtë. Qka po më këshyrë? Ishin arë për i punë e undë. Po jo, që atë SMS porzit ma bëjshë mu, korë një SMS dhe që kam korë. O, qëre, keshtu të kalzu për burin, a kitë haruva mëri që të më trëllojti. Tu hi më rena që tu, a di që më bo një vakia. Po që atë që kam shkushe, di shka? Oh, Allah! Tu hi unë SMS, tërt. Qka me po na em, po shkërun, zuj, nëse jeni hala gjallë, me kujdes nalë në kjerën, edhe shërafat e rotave shtërngoni se na kemi haru. Oj, qyqë, oj, qyqë. Po mujtë me shku, papër, ku muë. A në ndrejtë. Po zënjeli me rejemi në ndrejtë që një shtërëngu. Ja unë mos, disha qa me bëfi nervoze, mishë kënej bajram, kënej nervoz të bo, në atë thiri gani polisin. Allah gani ku je, ty bëtha që tha tu daljom, atin pe pune. Tash, me njëherë, hajde ko edhe të pina kafe, tash, disponohem, flasim, shtina për halë, bojna, hajgore, tanat, ta erdha. Që ta tira dhe ty dje. Tash ma mirë ma kalla blak ma... Kër po buhmi, bashkë po të knoqëm, se piti që asë po një njeri. Po vallohen. A ne kish marrë atë velin, a për dine kish marrë velin me vete? Po? Kish marrë velin me vete. A i velia i ka, ko gjatë vje? Po. A dine o pa martu. E tash, ka folë, a dine o të folë motit me një femën. Po. E na ty be ketu pa të më gëzu të shmajt, e tash ta pide na foka për met. Dinë pëllë për martuhet. E unë pak si tinë, zakë shë përbëj, o vele, ha, ta shqabone me atë qikën, ta undomë. Qka, thash pëse? Ta se patëm shumë senet për bashkë, këta bashkë. A një dhe për që ta më do? Po thash po bashkë mirë për që ta ma mirë. Jo, tha nuk o dhe bashkë mirë, thash qërmënë nuk o bashkë mirë. Jo, tha nuk o bashkë mirë se du të bëjshim qiqin në kom. O, zëtë. Unë për marë për sa e boti këta, erdhëm për i punë e undë. Po? E, thash t'ingu se pa. Për thëmëganisë. Gani për ves burin, për thëmë, o, burë jam, qa për bëjna për një maj? Po? Qarë ditë i bjen? Thash e hone. Tha, fëtja pasull. Asa të diqëri të pasën. Ku pa e poshtër. Kaldo i gania e kish pa e jupin me babët vetin. Në punë dë vetë. Punë dë vete? Në punë, e kish pa të punë. Kër e kish full, që jo pa e miraj. Qeve gani me të kalzu, thot një shok e tem, thot, jalem baba i vetë një copë tokë, thot këgja, edhe i thot, mjell, thot kikirika.
sot dytë po flejnë thanë pare. Tha mu baba jem, tha ma la një copë tuk edhe ma bo një bëmëre qka dush me to, që tha sot po flejnë a dytë në bërgë. Kanë mjellë diçka të mirë. Jo, po vëllohen. Qka s'kallëzi ke gania? Qka ma dresht nuk o, a e një kur tha për atë plokën? Jo, që tha? Se keni ja, ma s'baj gare. Ja, s'pas keni kur që, ja që ta shqa kom ju kallëzu, kom ju tra në krejt. Ja, dini që policia nga të stadionit. Po. Apo ne? Po. Tash, me dhe stadionit edhe këtu, që aty si në midis rrugë e shën një plak kjo me 2 thosë. E tu heca, plaka pin i të qilët të si i doli 20 euro. E më rgania ta 20 euro dhe abon, luk e thot që dhe zë të kanë roja, abon, shtinë të thesë. Kure merë kjo e qilë të si në mishti, kure këqy pëllat të si pare. Thot e luk e thot, ku i mure të në këtu pare? Thot e djolje, unë e thot e kam shpin të stadioni. Thot po. Thot kretë soher që të ka lëjta ata gjinja mu shliru, tha vim pëshurën, tha në bërtemin. E ta kjo më bu nervëz një ditë, tha të kom dole ti kom blejt që tu gërshon, tha një por gërshon, tha që ka të moja. Po? Tha edhe tha ishë më shef aty të ka qukba që është, tha si vike dikush ta mu shliru, për kjo tu nëzirë gërshon. Që ti 20 euro e ata këpos? Kjo më shqesin, aj bravo, tha, valon, luke nuk o ke fërte u. Po e tha në kitë thesin tjetër qaki, po tha në kitë thesin tjetër, tha ka posë dhe asë, tha që s'ka ndosht me pagu. E ka mu shqesin me ku që pas kalon sa kota. E u plok e hëra. Mi thonë nga nismë nga njëftu me qatë plok. Po, vëlla. Nga bën një kesha, nga shtë nga mësë nga i sen. Aj shuk jem fan bacon, ka thonë? Ka thonë gëzimet i... Qa ka thonë? Miqësia, i shton gëzimet. Dhe i përgjysmon shqetsime. Po, pra, qu! Faleminderit shumë, zonja dhe zotri, misafir të nderuar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajen në Odeon. Mirë mbrëma na em, mirë mbrëma Teuta, mirë mbrëma Viki dhe mirë mbrëma Plumb Emini Rajm Struja. Mirë mbrëma të gjithve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni e nga do që të jeni. Ja ku jemi këtu bashkë, jemi këtu në sheshin e Fjales e Mire, këngës së bukur në Odeon, në radio televizionin 21. Historie një këngë, zemra ime plasin. Në realitet, këtë tekst e kemi shkru bashkë me Mirien, melodin kushtimisht e kam bërë unë, apo kryesisht unë, e ka orkestru Fatos Sanolli dhe doli një këngë e jashtëzakonshme. Një balad shumë e bukur që unë e kam në top 5. Dhe ne ecim tutje me spektaklin tonë, do të kemi edhe në këtë javë shumë qka të bukur, do të kemi mësafir të veçante, do të kemi humor, do të kemi gjëra që do të bëjnë vikendin tuaj sa më të bukur, këtu në sheshin e Fjales e Mirë, bashkësin e Odën tuaj, që është teatri modern. Jemi në muajin prill dhe jemi në muajin e lavdis, në realitet, sepse në prillin e vitit 1999 ndodhen ngjarjet nga më të mëdha edhe më tragjiket sigurisht, dhe si duke i tingëllonte si muaj i cili do të mbahet mend për jetëve, për gjakun e dedhur e për lirinë tonë. Me 11 prill të vitit 1999, thjesht pas rënjes së kufirit, kishin shpërthyer kufirin luftëtarët tanë të lirisë, kosharja e famshme, kosharja legjendare, po për fatin e keq, në 11 prill të vitit 1999, bie për të mos vdekur kur, një emër i madh, njeri i penës, e i pushkës, bash, është emblema e kësaj gjëje, Agim Ramadan. Lavdi, për vetrën e ti. Dhe
më pas, sa po kishte përfunduar lufta, unë kisha kënduar një këngë e në një vend pikrisht ku sinonimizon emrin e tij, tham, o lumë për trimat, o që i ka vatani, o unë e koshare, agim Ramadani. Betet vërtet me gjithatë muj i lavdis. Me gjakun ton, thjesht e kemi ndërtu lirin, që se dhe nësot e gëzojmë. Gjithmonë, jo të paplotësuar sa duhet, po edhe popujt më të mëdhej kanë probleme të kësaj natyre. Ne veç duhet punojmë natë e ditë për këtë gjë. Me gjithatë, mos harrojmë. Ishte në mes të javës, bile për këtë gjë edhe i kemi shtyrë xhirimet gëzuar për hajr fitër bajramit të gjithë. Ecim tutje. Por nuk e kalojmë edhe këtë gjë pa i falenderuar nga zemra gjithmonë ata që janë suporti ynë i fuqishëm. E mbështetja jonë e mirë, sponsorët tanë duke filluar nga sponsori gjeneral që po ndërton një qytet afër qendrës së Prishtinës me nivelet më të larta, high level, me standardet botërore, park, rezidencë, realizuar nga Berisha Group Prishtinë.